إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل وقوله حق إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا إلى يوم الدين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Allahun të vetëm e falënderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E dëshmojmë ato të vetëm e të pashoq. Me madhninë e Tij ka zbritur një libër udhëzues dhe qortues për mbar njerëzimin deri në Kiamet. Në të ka shpalos ajete dhe sure madhështore, dhe prej sureve të tilla është Suratul Qadr. I madhi Allah Gjelle Gjelaluhu mbi 7 qej e madhëron këtë natë në veçanti dhe e përsërit në shej madhërimi 2 herë të njëjtin aje. Wa ma adrake ma lejletul qadr. I drejtohet Muhammed Mustafajt alayhi salatu wassalam dhe I thot: ta dish sa e madhe është nota e Kadrit. Natë në të cilën zbritëm Kur'anin. Natë në të cilën zbresin aq shumë me lajket Allahu Gjelle Gjelaluhu sa që toka dhe qejtë rëndohen. Dhe u paraprin këtyre me lajkve Gjibril Emini alayhi salatu wassalam. Paqe dhe rahmet dhe mëshirë dhe salavat pa fundshëm për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Pejgamberi më madhështori Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nëse nuk do ekzistonte ky pejgamber, nuk do ekzistonte kjo fe madhështore dhe nuk do ekzistoshim ne që të vishim faleshin këtë xhami. Prandaj qofshim fal të modhit Allah Gjelle Gjelaluhu. Gjithkush prej besimtarëve nga koha e shpalljes deri në Kiamet, kush lutet dhe kush falet, vetëm se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam I shkren se dhapet pa fund. Sa janë shkaktari dhe sebeptari dhe lëmtari dhe përqusi I mesazhit universal të Allahu Gjelle Gjelaluhu deri në Kiamet. Vëllezër dhe motra, këshilloj vetëm tim edhe ju. Ti frikemi Allahu Gjelle Gjelaluhu. Porosi nga Ademi alayhi salatu wassalam deri në Kiamet për gjithë besimtarët. Se pashat modhin Allah, kur do të vinjë jo ditë dhe I moment kur do ballafaqohemi për Allahu Gjelle Gjelaluhu, nuk do na bëj dobi asgjë
prej kësaj dynjaje, vetëm se ato pak punë dhe vepra të mira dhe të hajrit që i kemi kultivu dhe mbjellën këtë dynja, që t'i korrin botën e amshume. Vëllezër dhe motra, i qofshin falë movit Allah Gjelle Gjelalu. Wallahi duhet me qenë një njohës pa fund ka që i krijuesi gjithësisë, i cili me madhninë e vetë absolute na mundsoj dhe na lehtësoj që të arrijmë këtu që kemi arritë sot, në ditën e 21 të këtij muaji të bekuar, po thosh se drejt fundit dhe përfundimit. Dhe ja Rabi madhi Allah na baf nasib ta përfundojmë se nuk i dihet. Dhe ja Rabi madhi Allah na baf nasib që gjitha këto sakrifica modeste dhe kurse si mos ja bëjmë qefin vetes se bëm maksimumin, i madhi Allah të na i pranoj. Vëllezër të nderuar, motra të nderuara, perla dhe gjevahiri i këtij muaji të madhnum vetë të bekuar fshihet në tonet që kanë ngel. Dhe ditë që i funit i këtij muaji të bekuar. E kjo perë dhe kjo gjevahiri i madhi Allah Gjelle Gjelalu ka përmend në 2 sure. Surje që përmenëm fillim fare, Suratul Qadr. Dhe fjala Qadr në arabisht ka shumë kuptime. Prej kuptimeve më do me thonë se është caktim dhe përcaktim prej të modhit Allah Gjelle Gjelalu. Allahu cakton dhe përcakton gjithçka. Ka nevojë për krijesat e tij dhe është not me vlerë, qadr në arabisht do me thonë vlerë, dhe në qoftë atë se përmendet fjala qadr në vlerë, do të thotë që vlerë e paqmueshme. E kësaj është kjo not më me vlerë që nuk zbret në dynjë vetëm se një herë në vit. Dhe vlerën e kësaj note e ka përmend po i madhi Allah Gjelle Gjelalu, krijuesi gjithçka. Ai që krijon, ai din ta vlerësoj krijesën e tij, se nota është krijesë për krijesave të Allahut. I madhi Allah Gjelle Gjelalu e ka vlerësuar këtë notë duke thënë Lejletul Qadri khairum min alfi shahr. Kjo notë e bekume është më e mirë se sa 1000 muaj, kujdes tu. Se ka disa që e çongojnë vlerën e kësaj muaji. Është e vlefshme sa për 1000 muaj. Jo, e të i kalon 1000 muajshin. Ma e vlefshme. Çka do të thotë që prap nuk i ka ardhur shifër kësaj note, po ka përmend thuhet kur i madhi Allah Gjelle Gjelalu përmend diçka në Kur'an në shenjë vlerësimi përmend minimalen dhe jo maksimalen, se i madhi Allah Gjelle Gjelalu nuk kufizohet me minimalet dhe maksimalet. Është i pakufishëm çdo gjë që i madhi Allah Gjelle Gjelalu, për në shenjë për afrimin logjikat tona ka përmend minimalja e vlerës së kësaj note për 1000 muaj. Por sikur thami te kalon 1000 muaj. Dhe 1000 muaj o vëllezër pak a shumë parafërsisht në 83 vjet e 4 muaj. Një jetë goxha e gjatë, e kush e ka shansin me përjetu këtë natë, me u lutë, me u falën këtë natë. Pa dyshim se sikur është falë minimum, sikur thamë, 83 vjetë e sa muaj, minimum i thamë kjo. Çfarë ndodh në këtë natë, se gjithë hapin sytë. Në këtë natë i madhi Allah Gjelle Gjelalu zbret bilancin dhe buxhetin vjetor për mbar krijesat nga nata që e këtij muaji deri në natën tjetër të vitit të ardhshëm. Çfarë bilanci është ky? Vallahi bilanc me thonë me gjuhën e sotshme. Sa do të mori filani, sa do të humi filani. Sa herë do të smuhet filani dhe sa herë do shërohet filani. Kush do të lindje, kush do të vdesi. Sa të mira, sa të këqija. Sa të ufanet, sa fatkeqësit, gjitha vëllezër shkëputen nga Lauhi Mahfudh. Çfarë Lauhi Mahfudh?
është libri që i modhi Allah ka caktu dhe përcaktu gjithë shka që ka ndodhë dhe dhe të ndodhi deri në kiamet 50.000 vjetë para se të kryon të gjithë shka. Nuk lëvizaj. Dhe ky lloj kaderi, caktimi dhe përcaktimi të modhit Allah xhelle xhelalu është i pjesëshëm vjetor. Nuk shtohet dhe nuk pakohet gjon nga ajo tjetër lart, vetëm se çfarë zbrit pjesë për çdo vit. E kush e ka lënë këtë natë me lutje dhe falje, thot i dashmi Zot alayhi salatu selam, ju janë falë gjitha gjinohet e më parshme. Ja, Rabbi na bafti modhi Allah prej tillve. Masane i modhi Allah xhelle xhelalu e përshkruan prapë në fund, hije selam. E gjitha kjo natë është selam, paqe, qetësi shpirtërore, fizike, për gjithë shka ndodhet në sipërfaqen e tokës në univers, është nota më e qetë si kur në i herë natë në vit kalon. Deri sa të lindi sabaja agimi. Kash. Kurse në surën tjetër i modhi Allah përshkruan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në këtë natë përcaktohet, përzjedhet, parapëlqehet, të zbresi çdo urdhër për të modhin të Allah. Kaderi është urdhër i Allahu xhelle xhelalu. Me përpikmërinë dhe urtësinë më absolute për të modhit Allah xhelle xhelaluhu zbret dhe u shpërndahet me lajkëve të cilat janë çfarë? Menaxherët e gjithë shkaje. Filoni këta, filoni. S'ka gjë që i modhi Allah ka kriju, vetëm se menaxhohet dhe kontrollohet nga engjëjt me lajket e Allahu xhelle xhelalu. Edhe nefesi jon, fryma jon kontrollohet nga kush? Nga meleku i vdekjes. Momentin që të sas fryma e fundit, stop thot, ka që e ke. Subhanallah. I shofshin fakt modit Allah xhelle xhelalu. Na baft nasibi i modhi Allah që ta kalojmë këtë natë vëllezër me sa punë dhe vepra të mira. Dikush mund të falet gjatë gjithë natës, vallahi mirësi, të lutet, vallahi mirësi, dikush me sadaka, dikush me zekat, dikush duke i gjendë nevojtarve. Pra subhanallah nuk janë të huazuara veprat e mira të muslimanëve dhe të besimtarve vetëm në një drejtim, nga gjitha drejtimet. Le dhe lum ai që përfiton nga gjitha të drejtimet nga pak. Dhe mirani më faqezi, është ai që privohet prej gjitha këtyne të mirave. Dhe si që cilësoni Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, men hurima khayraha faqad hurima al-khayr kullah. Kush privohet prej mirësive të kësaj natë, pa dyshim sa është privu prej gjitha mirësive të modhit Allah xhelle xhelalu, që ja Rabbi Zoti mos na baft nasib. Pra ne vëllezër, kur i ngjoni këto myshde, kur i dini këto përfundime sa rezultative dhe të vlefshme janë, vallahi ik dhe harrohet lodhja, pagjumësia, më thehet thash, por se kur pret atë që ka pregadit dhe që ka premtu i modhi Allah xhelle xhelalu, subhanallah, harrohet gjithë shka. Për në jonë vëllezër, hirnja mas shpinje që i klodhjen, pagjumësin të net, e pak ta ka ngelze shumë të hiku, dhe ta përfundojmë si kur në i eket mujtë bekum, që vërtet, edhe nëse ne nuk e kena pa dhe askush nuk do të shofi notën e kadrit se kurë si e qyshtek, po se cila notë do të ketë qenë, ka dyshim si ja ke qëllu, si e lut dhe je falë. Në lidhje me të motë saktën që thuhet për notën e kadrit, dhe pa dyshim është në 10 ditën e funit që jemi në të muaj. Dhe më saktën ne të teket i 10 ditë të funit. Masa ne janë halakat ulemat duke hulumtu, kanë shku mendimet e tyre deri në 46 mendime që i
i përmen Ibn Hajar al-Asqalani rahmetullahi alej. Dhe më e sakta e saktave, duke përfshi dhe shkollat juridike të treja, Hanbelit, Shafi'i dhe Malikit, unanimisht kanë thonë që nata e Kadrit është 10 ditën e fundit Ramazanit në të teke. Dhe kanë ndalu këtu. Hanefit dhe i pjesës e levëve anojnë që është nata e 27 të këtij muaji. Kanë argumente dhe arsyetimet e tyre sikur e kemi thonë edhe më parë. Ama ne jemi të urdhëruar në këtë fe që mos ta marrim fen dhe adhurimet që ne mundohemi që t'ja referojmë të modhit Allah Gjelle Gjelaluhu për vetet tonë dhe jo për atë, se Allah s'ka nevojë për adhurimet tona, duhet o vëllezër me qenë të bazuar në fakte dhe në prova dhe argumente se kemi të bëjmë me një fe e cila është e para dhe e mrapna, e pa cënushme, e pa trillume, deri në kiamet e tillë do të shkojë dhe muslimanët të tillë duhet me qenë të adhurojnë Allahun të dijshëm dhe me vetdije, ashtu si ka urdhëruar dhe parapëlqyer modhi Zot Xhelel Xhelalu dhe profeti i alayhi salatu wassalam. Përdor sa shumicës sahabëve dhe të parëve dhe shkollave juridike kanë rënë dakord dhe unë në unanimitet që nata e Kadrit është në 10 ditën e fundit dhe në të teke, pakica të vazhdoj drejtimin, inshallah i modhi Allahu pranon. Por edhe ata kanë argumentet e tyre bindse, ndër argumentet që kanë kap dhe nuk e lëshojnë, është një thonje e sahabit nderuar Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu, që thot, pasha Allahun Gjelle Gjelalu, thot, mu ka shfaq dhe e kam pa natën e Kadrit, e cila ka ndodhur në natën e 27 Ramazanit. Dhe kur i ka thonë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam këtë tregim, ja ka mbështet dhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, po, është në 7 e fundit. Çfarë do të thonë 7 e fundit? 23 25, 27, 29. Pra nuk ja ka prej, as po, as ja. Pra edhe ato kanë argument. Pra ne që shumica që masa, që me hamensojnë se është nata 27, Allahu inshallah va pranon. Shumica që thonë, valla na vetëm këtë natë kena mundësi me u falë me u lutë ose me bënë një vepër të mira, Allahu va pranoft. Se tregohemi zemër gusht, jo, se ti nuk e sa, unë e kam cap, jo Allah. Leni të gjithë si mas asaj që besojnë, si mas asaj që anojnë, kush më pak, kush më shumë, si kur thash, meritori është ai që e adhuron Allahun me vetdije. Asaj, tirit me edhe në masë, dhe masë gjithmonë dihet. Pra në janë lezër të ndërum, e lusim Allahun Gjelle Gjelalu, si qoftë kjo natë pacient mraun, si qoftë sonde, si qoftë nësër mraun, deri në fund, në bafti i madh dhe Allah që të lutemi të falemi dhe të bëjmë sa më shumë vepra të mira në të. Dhe e fundit fare o vëllezër, luti sa më shumë për vetet tuaja, për familjet tuaj, për evladët tuaj sidomos. Vallahi. Një lutje e prindit për evladin, vallahi, është sa 3 not ditë duke i folë se s'po ja vëmë vesh fare se çfarë tu i thon. Luti për vetet tuaj, familjet tuaj, fare fisin tuaj, vëllezërit, motrat, por mos harroni dhe ata që kanë ndruar jetë. Ja Rabbi modhi Allah Gjelle Gjelalu na bëf që mos i harrojmë në ata. Kanë edhe ata hak ka shinesh që ne t'i lutemi Allahu Gjelle Gjelalu për shpirtrat atyne, se ata kanë nevojë për ne, dhe ne s'kemi nevojë më për ata, se shkun atje ku nuk kthehen më. Vallahi një lutje dhe një dua dhe një urate e vladit, e fëmijës, e të afërmit, për të vdekëmit e ti, është një beshqeshje, një mysh dhe aq e madhe që e presin me aq mall dhe aq për mallim që ta dim realitetin, vallahi do ishim lutë më shumë për ta, se sa për vetet tona. Pa ja Rabbi modhi Allah mos na bëf që ti harrojmë fare. Me kaq inshallah mjaftohemi. Allahu na fal dhe na mëshiroft. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Vëllezër të nderuar, hutbja e dytë ka të bëjë me një obligim që është obligim dhe jo dëshirë dhe pëlqim sikur mund ta konsiderojnë disa. Kush është kjo obligim? Dhënia e zakatit fitrit. Dhënia e zakatit fitrit është obligative, e ka obligu Resulullah sallallahu alaihi wasallam për çdo musliman e muslimane, i vogël apo i madh, i smur apo i smur, për të gjithë pjesëtarët e familjes, i pari i familjes, është i obligu që t'japi zakatin e fitrit. Bile, kanë shku ulemot dhe moti, kanë thonë edhe fëmija me shpirtën në barkun e samës, bëhet pjesë e obligativitetit të ati zekati. Pse? Është me frymë. Nëse ndrojet, i ka të gjitha drejtat që kur i modhë, i lahet, i shefinoz dhe i falet gjenoz, apo ja, pra ne kanë thonë. Pra ne kanë thonë edhe ati, edhe për ata i pet zekati i fitrit. Sasia e zakatit fitrit është e caktuar dhe e përcaktuar, s'ka nevojë më me pyet Hasanin dhe Hysenin. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka dhënë urdhër, ka thënë që tipni zakat fitri një sa. Sa i ka qenë en mat, sa kemi thënë. Ju ka para afru këtu kene oka e më parshme. Por se ka pas me sasi, si me thonë, voluminozet ndryshme. Ama, sa i Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë ke 2 kg i qerek, 2 kg i gjys maksimumi, sasia për person. Dhe ky lloj zakati është mirë dhe para pëlqehet dhe është përcaktuar që tipet çfarë? Ushqim për nevojtarët, për ata hallexhit, për skamorët që të handet, pindet, festojnë në mënyrë barabartë ditën e Bajramit. Si e që ka, si e si s'ka. Po kjo as nuk ka ndodhur, nuk do të ndodhi një barazi deri në kiamet, subhanallah. Unë mund të përshem mund të haj mirë, e kam luksin të haj mish ditën e Bajramit, vallai tjetri se ka. Mirë është që unë atë copë mishi ta ndaja, kush është sot që e ba punë, se të lavdëron vetët tona. E rëndësishme. Mirë është që tipet ushqim. Elhamdulillah, xhamijat ka vite, edhe elhamdulillah kjo është një nisëm shumë e mirë që hoxhallarët kanë marrë përsipër me stafin e xhamijeve që ta mbledhin në formë monetare sa të kanë e fitit ose zakat në fitit tonë çardoni dhe ta blejnë ata me stafin e tyre ushqime dhe ta shpërndajnë njerëzve me nevojë. Dhe kjo është një lehtësim vallai goxha i mirë dhe i admirueshëm për mua fillimisht dhe për ju gjithë, kështu që nga sot në me shpresë të Allahu xhelle xhelaluhu, pra hapim zyrtarisht mbledhjen e zakatit të fitrit në lek, ku për çdo person minimalja që ka nxjerrë komuniteti musliman është 400 lek të reja ose 4000 lek të vjetra. Minimalja, sikur thamë. Ai që ka mundësi më shumë, aq më mirë është. Ama poshtë kësaj, jo, nuk bën. Pse? Është obligative. Edhe i sjarim tjetër, dikush hamen sa, aty ke lista, ajo është procedurë administrative. Thot mos ma shkruaj emrin. Prit Allah, prit mos e ngatro. Ta shkruaj emrin dhe ta vënë edhe aty sa është obligative. Ti jetë shteti islam ta merr me hir dhe pa hir. Pra ne që shkruaje emrin aty, shfaqsohesh para Zotit dhe para robit që e ke shlyr këtë detyrim. Dhe nuk ka të bëjë këtu me fajësie, me sinqeritet, çka mund dalin disa devotshëm. Inshallah, ja Rabbi qofshin të tillë. Nëse do me ruaj sinqeritetin dhe devotshmërinë, i sa më shumë sadaka vullnetare, mos ta di kushi. I sa më shumë lëmosh, mos ta di kushi.
Këtu hyn sinqeriteti, jo ke sadakaja e fitrit. A dhe për sa i përket zekatit mallit ose të pasurisë. Po ashtu, hoxhallarët dhe instruksioni përfaqësues kanë dalë në limitin e obligimit të zekatit pasurisë. Dhe ka dalë shuma limiti, çfarë thot? Nisabi. Shuma që të obligohet ty dhe mu. Nëse ti Allah o motër, ke 750.000 lek të reja gjendje, ose 7 milionë e gjysmë të vjetrat. I ke gjendje, pa prekshme, s'ke nevoj për t'i prek, dhe për t'i shpenzu, nga kjo shumë ty të obligohet zekati pasurisë, sa është 2.5%. Me thjeshtësu, se mbase mund, me thjeshtësu, ndaje 750 në 20 pjesë dhe të del shifra 187.500 të vjetra ose 18.750 të reja. Kjo shuma totale. Një kjo. Dhe një thjeshtësim tjetër për çdo 100.000 lek shtëri ose 1 milion lek të vjetër. Ndaj 25.000 lek të vjetra ose 2.500 lek të reja për çdo milion, edhe i ke dhënë hakun shumë si ke gjendje. Aty e si për mësani, hec me këtë lloj tradite, për çdo milion 25.000 lek të vjetra, ose 2.500 reja, dhe e ke pastru pasurin tonë, pislikun e pasurisë tonë, dhe vetën tonë, prej gjithçkaje që të rrezikon dhe të kanos që Zoti i Arabin mos në bëf prej tillë dhe pranoj madhe Allah Gjelle Gjelalu. I ka obligu këto lloj adhurimesh dhe janë adhurime, o vëllezër, nuk janë pëlqime. Dhe nuk ja dim rëndësinë dhe me të ardhë keq. Nëse jep për shembull për çdo milion 2.500 lek të reja, o bonomi. Po 2.500 lek po i prish, subhanallahu, s'po them. Ta dish se sa lum ke pastru ma 2.500 leksh, dhe sa rrezi që i ke shmang pasurisë, shnetit, familjes tënde, ma të shumë, te i modeste, vallahi billahi askush nuk do të kish hezitu, vetëm do kish garu me thonë që s'është të vinë, ai moment. Dhe e mira të mirave është sikur e kanë parapëlqyer dhe shumë ulema, kanë vu muj të caktuar. Pavarësisht se kjo mund shfuqizohet edhe për rast nevoje, po kanë thonë që mirë është tipet në Ramazan zekati pasurisë. Dhe më mirë është 10 ditëshën e funit. Pse? Se çdo vepër e mirë shumë fishohet në Ramazan, aq sa nuk shumë fishohet gjatë muajve të tjerë. Prandaj vëllezër, mos hezitoni. Kujt i bëhet obligim zekati pasurisë, ta japë vallahi sa është obligative, është përgjegjësi, siç e ke përgjegjësi dhe detyrë me u fal, ke edhe përgjegjësi me dhon zekatin. Pra nuk është dëshirë. Kështu edhe zekati i fitrit. Vetëm se ka ndallim njëna mes tjetrën dhe gjykimi i shariatit është ndryshe. Prandaj kurse si mos hezitoni. Qoftë zekatin e fitrit kemi djalin aty që do e presi deri në momentin edhe diçka siç është e harru. Deri të njëjtën që vje, pritet dhe mirë pritet zekati i fitrit nga ju. Nëse kalon e njëjtja, Allahu ju në moft. Se do blihen ushqime, do bëhen gati, do shpërndahen para Bajramit. Nëse dikujt i del gjumi vonë, e kam harru, pa jap mas Bajramit, nuk i quhet zekat fitri, i quhet sadaka, dhe është borxhli. Dhe thuhet që Zoti i Arabin mos na bëf prej tillve, Ramazani rrivar. Agjerimi rrivar në qiell nuk pranohet, pse është i cungët? Pse është i mangët? A ka nevojë Allahu Gjelle Gjelalu për gjona të cungëta dhe të mangëta? Jo, vallahi, absolutisht. Çdo gjë do saklam dhe të plot. Atëherë, plotësoj Allah motër, gjitha mangësi që ke lënë dhe s'ka kush që mos ketë mangësi,
me zekatin e fitrit para se të falet bajrami, se pa u falë bajrami nuk quhet mo zekat fitri. Ja Rabi modhi Allah na mundsoft mundshme në të mundshmes. Ja Rabi modhi Allah xhelle xhelaluhu na boft që në këtë muaj të bekumt na plotësohen të gjitha hallet, dertet dhe dërmanet. Ja Rabi modhi Allah xhelle xhelaluhu na fal dhe na mëshiroft. Ja Rabi modhi Zot xhelle xhelaluhu dinin dhe imanin na forcoft dhe na shtoft. Ja Rabbi modhi Allah xhelle xhelalu si kur na fali na dhash net dhe fizik. Ja Rabbi modhi Allah xhelle xhelalu i fal dhe i mëshiroft vdekurit ton. Ja Rabbi modhi Zot xhelle xhelalu hu afreskon varrat me freskinë e xhenetit. Ja Rabbi modhi Zot xhelle xhelalu hu i boft lutjet tona freski dhe buqeta me lule për shpirtrat e tyre. Ja Rabbi modhi Zot xhelle xhelalu hu na boft për tyre që në fund Ramazanit u thuhet mysh dhe prej të modhit Allah xhelle xhelaluhu ikni se jeni të falun dhe të mëshiru dhe prej gjenohesh e prej mëkatesh të pastru si kur ditën që keni lind prej nonave tuaja. Ja Rabbi Allahumma amin. E përfundojmë këtë hutbë me salavatin me kuptim plot për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mubarak Allahumma ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.